i lidhur me zinxhir, i shtrirë në rër të nxehtë. Mbi barkun e tij i vendosur një gur i madh dhe i fortë, por ai nuk nxori as edhe një fjalë nga goja e tij përpos fjalës Ehad, Ehad, Zoti është një. Ai vërtet që ishte rob, por zemra e tij ishte më e lirë se zemrat e të gjithë mekazve. Bilali radiallahu anhu nuk ishte i pathyeshëm sepse atë nuk e lënduan, por sepse ai as edhe njëherë nuk u dorëzua. Ai ishte i lënduar dhe i thyeshëm nga jashtë, por se ishte shumë i fortë dhe shumë i fuqishëm nga brenda. Ashtu si shumica nga ne që mund të jemi sot, të lodhur, prengosur, duke zhvilluar ndonjë luftë që realisht as kush nuk e sheh, por ky parasysh. Forcë nuk është të mos rrëzohesh asnjëherë në jetën tënde, por forcë e vërtetë është që sa herë të rrëzohesh, përsëri të ngritesh dhe të mos dorëzohesh. Plagët, lëndimet në trupin tënd, në jetën tënde janë tregues se ti ke zhvilluar lufta të rënda në jetën tënde, por se ti përsëri je këtu, përsëri je në këmbë, përsëri je i fortë. Andaj, mbaje mend, një gur, sa do që t'jet i thyer, përsëri grimcat e atij gurit kanë mundësi që të ndryshojnë, dhe ti mund t'jesh njëri prej tyre. Andaj, po të thras që në jetë për as edhe një arsye, mos u dorëzo.